Përmbytjet e ditëve të fundit kanë prekur sërish fushën e Spitanit në Lezhë. 10 hektar tokë bujqësore ndodhen në pushtetin e ujit prej 10 ditësh, duke shkaktuar dëme të shumta në sektorin e bujqësisë. Përballë përmbytjeve të vazhdueshme, fermerët janë ngritur në protestë. Ata thonë se kjo është hera e tretë që përballen me këtë situatë në arkun kohor të 40 ditëve dhe humbjet për ta janë tepër të mëdha. Fermerët e Spitanit kërkojnë kompensim për dëmet e shkaktuara, pasi sipas tyre, përmbytjet kanë ardhur si pasojë e neglizhencës dhe mosveprimit të institucioneve. Përgjatë viteve të fundit në fushën e Spitanit, Bashkia Lezhë ka ndërhyrë në hapjen e kanaleve kulluese, por toka është në kuota të ulta dhe kur ka reshje shiu me intensitet të lartë, uji nuk evadohet, duke krijuar përmbytje. Gjatë orëve të natës në rrugën nacionale Herbel Peshkopi, pjesë e rrugës së Arbrit, ka ndodhur një rrëshqitje e skarpatos. Si pasojë, balta dhe inertet kanë mbuluar asfaltin dhe kanë bllokuar një korsi të qarkullimit, pavarësisht se për këtë segment rrugor janë shpenzuar miliona lekë. Sa herë ka reshje shiu në këtë zonë, situata përsëritet me rrëshqitje të vazhdueshme, duke krijuar vështirësi serioze në qarkullimin e mjeteve, si në drejtim të Tiranës, ashtu edhe nga Tirana drejt Peshkopis. Në vendngjarje ndodhet policia rrugore, e cila po orienton drejtuesit e mjeteve të lëvizjen me kujdes. Ndërkohë mungojnë tabelat paralajmëruese që sinjalizojnë bllokimin e një korsie, çka rrit rrezikun për aksidente. Situata e motit të keq vijon prej disa ditësh në vend. Rreshjet kanë shkaktuar përmbytje dhe bllokim rrugësh në disa qytete dhe fshatra, duke krijuar vështirësi të vazhdueshme për lëvizjen dhe jetën e përditshme të banorëve. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu është paraqitur ditën e sotme në prokurorinë e posaçme dhe ka refuzuar të prononcohet për mediat. Ndërkohë Mediu shihet i shoqëruar nga avokati i tij. Ai është paraqitur në SPAK për dosjen Gërdeci. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka depozituar në GKK provat për gjyqjen në ngarkim të Mediut. Në këto prova pjesë është edhe faksi i nisur nga zyra e ish-ministrit Bumçi në drejtim të Ministrisë së Mbrojtjes për hapjen e fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, shkresë e cila ka shënim emrin e Shkëlzen Berishës. Djali i kryeministrit të kohës Ali Berisha, SPAK gjithashtu ka kërkuar që në pyetje të merret edhe Anjola Agolli, ish sekretare e ministrit të drejtësisë Aldo Bumçi. Agolli në dëshminë e deklaratat e dhëna më përpara ka treguar për dokumentin që lejon hapjen e fabrikës, ku i mbishkruar është emri i Shkëlzen Berishës. Mediu akuzohet për shpërdorim detyre pasi sipas SPAK janë shkelur procedurat e ngritjes së fabrikës së demontimit në Gërdec, pranë një zone të banuar si dhe ato të municioneve. Hetimi nga SPAK për fondet e kuvendit të rithemelimit që parapriu kthimin e Sali Berishës në Partinë Demokratike ka nisur pas një kallëzimi të bërë nga Gazmend Bardhi në fund të vitit 2021 në prokurorinë e posaçme SPAK. Në këtë kallëzim, ish sekretari i përgjithshëm i PD, paditi Belind Kolliçin, Albana Vokshin, Eno Bozdon dhe Edmond Spahon si organizator të kuvendit. Një ditë më parë, Belind Kolliçi u pyet në SPAK për origjinën e parave dhe faturat, ndërsa dje u thirr antari Endrit Hoxha. Gazetari Fatos Mahmutaj u shpreh se këtë përplasje shikon si një karma brenda kupolës së Partisë Demokratike. Ai komentoi edhe takimin e Berishës në Lezhë, për cilin tha se pasuesi i tij në krye të PD do të jetë një figurë tjetër që do të zgjidhet nga demokratët dhe ky emër do të jetë jashtë familjes së Berishës. Gazetari pohoi se PD në drejtimin e Berishës ka pasur një tkurrje të madhe duke përfunduar si parti e dorës së tretë. Mëtej gazetari u shpreh se Berisha është i zhytur kokë këmbë në krim. Ai përmendi disa prej ngjarjeve të cilat sipas tij ka gisht vetë ish kryeministri i vendit. Gazetari theksoi se Lulzim Basha e ka shitur Sali Berishën për vrasjen shtetërore të 21 janarit, ku 4 protestues të pafajshëm u ekzekutuan poshtë zyrave të kryeministrisë. Presidenti i SBA Donald Trump nuk është dakord me deklaratat e bëra dje nga kryeministri i Groenlandës, i cili e bëri të qartë se ishulli zgjedh Danimarkën në vend të Shteteve të Bashkuara, në deklaratat që bëri për gazetarët të hënën. Kur u pyet për qëndrimin e tij, presidenti amerikan tha: "Nuk pajtohem me të, nuk e di kush është, nuk di asgjë për të, por ky do të jetë një problem i madh për të." Sot ministrat e jashtëm të Danimarkës dhe Groenlandës do të jenë në shtëpinë e bardhë për bisedime me JD Vance dhe Marco Rubio me qëllim qetësimin e krizës në lidhje me ishullin arktik, një rajon autonom që i përket Danimarkës, me të cilin Trump dëshiron ta vërë nën kontrollin e SBA-s. Ministri iranian i mbrojtjes Aziz Nafizardeh ka paralajmëruar SBA-n të mërkurën se vendi i tij do të sulmojë bazat amerikane në rajon nëse Donald Trump nis një ofensiv kundër kombit pers.
Ai shtoi se të gjitha bazat amerikane dhe bazat ushtarake të vendeve të tjera në rajon që ndihmojnë Shtetet e Bashkuara në sulmet ndaj Iranit do të konsiderohen objektiva legjitime. Presidenti amerikan Trump ka paralajmëruar se SHBA-t do të ndërmarrin masa shumë të forta nëse autoritetet iraniane fillojnë ekzekutimin e protestuesve anti-qeveritar të arrestuar gjatë protestave masive që kanë përfshirë vendin javët e fundit. Deklarata u bë në një intervistë për CBS News në një moment kur numri i të vdekurve nga përplasjet mes forcave të sigurisë dhe protestuesve ka kaluar shifrën 2500 vet. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka bërë të ditur se do të ofrojë dorëheqje nga posti i tij në kuvendin e partisë. Vendimi vjen pas takimit me nënkryetarët e partisë për diskutuar rreth rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Në një konferencë për mediat, Abdigjiku tha se në konsultim me organet e partisë është vendosur të thirret kryesia e LDK-s e më pas kuvendi i partisë. Ai theksoi se ka një obligim moral dhe politik për të marrë përgjegjësi dhe për të organizuar më tej strukturat politike të LDK-s. Ky njoftim vjen pas rezultateve të zgjedhjeve që nuk kanë qenë sipas pritshmërive të partisë, duke hapur rrugë për ndryshime në udhëheqjen dhe organizimin e LDK-s. Një natë e veçantë po përgatitet për ardhashësit në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, ku solistët lirik, trupa e baletit dhe orkestra simfonike do të bashkohen në një dialog unik mes zërit, lëvizjes dhe muzikës në datë 17 janar. Ky event i jashtëzakonshëm i ndërtuar si një mozaik artistik, ndërthurarjet dhe duetet më të njohura të repertorit operistik botror me fragmente e baleti, duke krijuar një përvojë skenike që prek emocionet dhe imagjinatën e publikut. Në drejtimin e dirigjentit Gridi Kraja, artistët e Teatrit të Operës dhe Baletit do ndërtojnë një atmosferë ku opera dhe baleti dialogojnë me elegancë,